Temperaturat e ulta që janë të pazakonshme për këtë periudhë kohore kanë bërë që të shkaktohen dëme në bujqësi. Kryesisht më të ekspozuara janë pemët dhe dëmet që janë shkaktuar janë të paevitueshme, thon bujqit. Në këtë drejtim, edhe rajoni i Pollogut ka pësuar dëme, ndërsa bujqit theksojnë se është dashur në kohë të merren masa për të mbrojtur pemët gjatë kësaj periudhe, kur temperaturat janë të ndryshueshme. Sipas tyre, dëmet më të mëdha i shkaktojnë ngricat. Bujqit profesional mendoj që miren gjatë kohë me këtë punë, ndoshta ato kanë bërë edhe një masë preventive, ka dhe preventive që duhet bëhen. Shembull si spërkatja një ditë para 48 orë ose që të ndihmojmë mbimës që të mbrohet nga kjo. Ka, domethënë, kemi aminoacidet dhe disa preparate tjera. Edhe metodë tjetër ka dikush që e përdoren që është më ekonomike, domethënë marrin balla të kashtës. I mbien disa shembull në 1 hektar 10 edhe i bëjnë me ujë që kur ndezet ato në bazë që të digjen sa më ngadalë, ato bëjnë një farë mbrojtje nëse nuk është temperatura tepër ekstreme. Në ndërkohë, dëmet që shkaktohen në këtë kohë tek pemët pritet që të kenë efekt edhe në rritjen e çmimeve gjatë sezonit veror. Bujqit thonë se në këtë drejtim kanë shumë pak rol, pasi që çmimet kohët e fundit i dikton tregu dhe jo prodhuesi. Kjo varet më shumë prej tregut, domethënë prej berzës, që ne nuk kemi as pak faktor të bëjmë ndryshimin aty. Domethënë ajo është nëse ndihet një në farë mospasje të prodhimit, atëherë din edhe çmimi të ndryshoj, po kohët e fundit jemi të pasë nuk është diçka në rregull me çmimit. Qoftë ka kulturat, domethënë dritore, qoftë edhe ka ato pemtore, domethënë shumica e bujqive ose prodhuesi i shkulin pemët, dihet se për çfarë shkaqesh. Në ndërkohë, tani është periudha kur edhe kulturat drithërore janë në fazën e zhvillimit. Bujqit shprehen se gruri deri më tani është mirë, por cilësia varet shumë nga fara kur mbillet. Çato që janë mbjellë në kohën e këtij male dhe kanë në ushqimin e duhur në vjerë, domethënë fosforin, një pjesë të vogël duhet azot, kaliumin, disa këtu te ne janë të pasura me kalium, janë në gjendje më të mirë, edhe të thotë se cilat kanë pasur farë me kualitet të lartë, domethënë se kemi lloj-lloj farësh, jemi prezent çdo vit hasemi me farna jo të mira të trajtohemi nga ana e këtyre që e bëjnë shitjen e farës, domethënë unë nuk jam prodhues i farës, por ka që 20 vjet që mbroj gruri dy herë, domethënë në të fazat më kritike. Xhelili apelon tek bujqit që farën ta marrin sa më kualitative, që bima që në fillim të ketë një start të mirë.